Filani në familje, pas ka dalë ndarë, filani tjetër ka dalë me pika. Filani ka shku misafir. Filania ka shku ndarësën, filania ka shku në restoran, filania me burin e vetë, në pushim, krejt more pas ka ndalë, krejt u knaqën. Unë ku jam, balla unë shpi qëtë tu bobu, ose tu lajt të fshi. Krejt u knaqën edhe unë në fund, kjo qka shkakton? Pik, tu starton problemi. Fillon xhelozia njëherë nga ana tjetër, se s'mundesh me mri, tjerët këtë janë mirë, unë s'jam mirë, s'mundesh me mri, fillojnë problemet me njëri tjetrin. Xhelozia çka shkakton? Xhelozia është shumë e rrezikshme. Kjo është mesazh. Ai i cili don të jetë i mbrojtur nga xhelozia e dëmshme, duhet mos ban publike gjërat private të jetës tij. Sa për njerëzve sot kanë probleme, mandej lipin rukje, lipin zgjidhje në rregull, ti e ke fajin vet. Po ti e ke fajin vet, po pse unë? Po ti ke nxit me njerëz me xhelozu. Ndoshta dikush s'don me xhelozu. Ti me qëllim mendoj që ka fëmijë që nuk flasin, nuk munden me fol mirë, shkaku i mësishit. Ka njerëz të cilët kanë pasojë tjera, shkaku i mësishit. Ju duket njerëzve në disa raste, këto janë me fakte. Te sahabi ka qenë ai i cili ka dalë, lëkurën e ka pas pak më të bardhë, më të bukur. Dikush tjetër kur e ka pas habit, çfarë trupi, çfarë lëkure, pak më ndryshe. Njeriu i ka rat fik. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kanë mendojni, kanë de e fajsojni filanin ja Rasulullah. Pastaj ka urdhëruar që të merr ujë, të merr abdest, ta pastrojnë karën vete. A ndikojnë tash ti, por mos me ndiku, por mos me i pas këto dome të mësishit, të xhelozisë, të krejt tyre, fshihe jetën tënde private. Që mu shtëpinë, shtëpi e di gjithkusht, tash më me mbulu shtëpinë. Mirë, ama gjërat brenda shtëpi, është më mbulu. Nuk ki nevojë mi tregu kurkujt për të mirat e tua. Po ato janë për ty. Mbuloj. Në momentin që i shfaq, i publikon, priti problem. E keqja është që disa prej njerëzve janë të gatshëm ti përballojnë krejt problemet veç me arrit qëllimin me u tregu njerëzve që ne u knaq. Subhanallah. Edhe mendimi tjetër i atyre që i ka inat, ti plasi disa zemra, disa që kemi arrit, kemi plas veten tënde. A rrezikun më të madh kemi pa vet. Por ata i cili është i mençur, ai i cili di gjërat tamam si duhet, do të më mbulu. Edhe nëse i ka punë pak më mirë, mirë elhamdulillah. Elhamdulillah, një mesatare, jo me shfaq shumë. Momentin që shfaqet shumë, vijnë edhe probleme.